Isha aq i uritur sa hëngra orizin e vjell nga dikush tjetër, i aratisuri nga Korea e Veriut, ka rrëfyer historinë e dhimbshme të fëmirisë në regjimin e Kim Jong-ut. I dobët dhe i lodhur 14 vjeçari Charles Woo-ryu u rrëzua në tokë. Ai nuk mundi të përballej me një tjetër ditë 18-orshe të lodhjes fizike të punës, sidomos në stomak të tillë të zbrazët. I mbajtur rob në një kamp pune nga regjimi i egër i Kim Jong-ut, ai po ushqej vetëm me një grusht misri, normalisht i përdorur për të ushqyer derrat dhe lopët. Ai më pas vuri re të vjella në trotuar. Ato ishin aty për një kohë, ndoshta sepse një prej rrojave kishte pirë shumë alkool ultra të fortë i favorizuar në Korenë e Veriut. Dielli në mëngjes kishte tharë tashmë të vjellën, duke lënë vetëm copat orizi të patrazuar, por pa u menduar fare, Charles mblodhi gjithçka që gjeti aty, duke i futur në gojë pa e përtypur. Ajo shijonte kaq mirë, tha ai. Disi duke e menaxhuar për të qeshur derisa fliste për kujtesën e tmerrshme, shkruajnë mediat e huaja. Ai iku nga diktatura e Koresë së Veriut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në moshën 17 vjeç. Ai thotë se ndërsa Kim Jong-un dhe elita e tij ushtarake jetojnë një jetë luksoze në kryeqytetin Pyongyang, shumica dërmuese popullsisë prej 25 milion njerëzish janë të uritur dhe të dëshpëruar për ndryshim. Korea e Veriut mbetet e izoluar nga pjesa tjetër e botës fal programit të armëve bërthamore të Kim, i cili ka çuar në sanksione të OKB-s dhe ka zbardhur ekonominë e thatë. Me zgjedhjen e Donald Trump, lufta e fjalëve midis dy drejtuesve ka sjellë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Korenë e Veriut në prag të luftës, por Kim i mban qytetarët e tij të tmerruar me kërcënimin e kampeve të përqendrimit dhe ekzekutime të tmerrshme publike e për ata që nuk u bindën rregullave. Në një intervistë për Daily Mirror, Charles ka zgjedhur të guxojë të flasë në emër të shumë koreanëve të Veriut që nuk e duan luftën me perëndimin, por që kanë nevojë për ndihmë. Në moshën 24 vjeç, tani Charles bashkon turmën e praktikantëve të rinj që luftojnë në Liberty, një organizatë bamirëse me bazë në Los Angeles që i ndihmon të larguarit. Por pas buzëqeshjes së tij të ngrohtë, ekziston një histori e tronditur e mbijetesës. Ai lindi në klasën e lëkundur të sistemit të rep të kastës së Koresë Veriut, i cili vendos fatin e qytetarëve, kryesisht bazuar në historinë e familjes së tyre të besnikërisë ndaj qeverisë. Ai ishte i destinuar vetëm për të shërbyer në ushtri, pastaj të kalonte pjesën tjetër të jetës së tij duke bërë punë të rënda në fermë. Ai u braktis nga babai i tij kinez dhe humbi nënën e tij nga sëmundja e shkaktuar nga uria kur ai ishte vetëm 11 vjeç. Ekziston një klasë besnikërie të cilët nuk duhet të shqetësohen për urinë, ka treguar ai. Por mes njerëzve të klasës më të ulët si unë, qeveria na tregon se çfarë duhet të bëjmë. Me njërë pas shkollës, ju duhet të shkoni në ushtri, pastaj pas ushtrisë, ju duhet të shkoni për të punuar në një fermë për pjesën tjetër të jetës tuaj. Ata thonë se të gjithë janë të barabartë, sepse është komunizëm, por mënyra se si i shohin gjërat është ndryshe. Njerëzit e klasës më të lartë, madje as që ka nevojë të punojnë. Shumë fqinj të mi kryejnë vetvrasje sepse nuk kanë shpresë për të jetuar, ka treguar 24 vjeçari. Ata blejnë mish derri, vendosin helm, ushqehen me të gjithë familjen dhe pastaj vdesin çdo ditë. Ne vetëm i varrosim ata kudo, madje as nuk bëjmë vare. Askush nuk kujdeset, ka kaq shumë njerëz që vdesin. Ne vetëm i varrosim, pastaj përpiqemi dhe harrojmë çdo gjë. Partia e punës e Koresë Veriore ka vendosur vendin e Charles në një grusht të ekuri që nga viti 1949. Shkeljet më të këqija, siç janë të qenit spiun i Koresë Jugut, trajtohen nga ekzekutimi i tmerrshëm publik. Charles ishte vetëm 13 vjeç kur i pari u zhvillua në qytetin e tij. Ai tha se nxënësit e shkollave të mesme u detyruan të shikojnë një njeri të lidhur në një dru ndaj të cilit u qellua 90 herë. Qafa 30 plumba, shpina 30 plumba, pastaj gjunjë 30 plumba, ka rrëfyer ai, vetëm për shkak se ai kishte një lidhje me koreano-jugorët. Shumica e koreanëve të Veriut, sikurse Charles, nuk kanë asnjë ide për jetën jashtë fshatit të tyre, nuk e kanë parasysh vendin.
Nuk ka as Twitter, as Google, as Facebook. Interneti është i bllokuar, ka rrëfyer 24 vjeçari. Ishte një rrezik serioz pasi policia sekrete Kim i trajtoi çdo që u kap duke shikuar mediat e huaja ashpër. Shija e tij e parë jetës jashtë Koreas së Veriut. Ndërkohë, duke u ndier fajtor, babai i tij për herë të parë e kontrabandoi Charles në Kim kur ishte 14 vjeç. Ishte shija e tij e parë jetës jashtë Koreas së Veriut. Unë mund të haja të gjitha gjërat që dëshiroja, mund të shija çdo gjë që dëshiroja, ishte diçka e mrekullueshme, ka thënë ai. Por lumturia ishte jetë shkurtër. Kjo pasi që Charles u rrethua nga oficerët kinez me qindra korean të tjerë të Veriut, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ju dorëzuan Koreas së Veriut. Ai kaloi një muaj duke u marrë në pyetje për atë që ai kishte bërë në Kin. Edhe pse vetëm 14 vjeç, Charles u dënua me punë në një kamp politik për përpjekje për të ikur nga Korea e Veriut. Shumë njerëz vdesin aty, disa kryen vetvrasje, ka treguar 24 vjeçari, si një 16 vjeç dhe duke u përballur përsëri me jetën në rrugë. Ai mori një nga opsionet e vetme në dispozicion të tij duke punuar në një minier qymyrguri. Ishte një punë shumë e rrezikshme. Tunelet e minierave u ndërtuan nga adoleshentë të pakualifikuar dhe shpesh rrëzoheshin. Makineria ishte vjetëruar dhe Charles tha se kishte humbur shumë miq me aksidente të tmerrshme. Në vitin 2011 ai vendosi se nuk mund të vazhdonte ekzistencën e tij të rrezikshme në Koren e Veriut. Ai u largua nga minierat e qymyrit dhe arriti të largohej përmes trenave derisa arriti në kufirin me Kinën. Atje, ai ndoqi rrugën e shumë koreanëve të Veriut dhe përshkroi një lum në Kin. Edhe pse lumi thuhet se ishte shumë i rrezikshëm, ai ja doli duke gjetur veten në Kin me asgjë, përveç rrobave në shpinë. Ai kishte planifikuar të lëvizte nga qyteti në qytet duke lypur ose duke vjedhur ushqim, por i tmerruar për t'u kapur dhe për t'u dërguar përsëri, Charles u përpoq të ecë në këmbë të zhveshura përmes një zone të xhunglës dhe ku humbi aty për 3 ditë. Ai ishte edhe një herë në pikën e vdekjes nga uria, nga mungesa e ushqimit dhe ujit, kur ai u shpëtua nga një samaritan i mirë. Një burr lokal kinez me një motociklet e pa atë të shtrirë pranë një rruge dhe u ndal për ta ndihmuar. Ai e solli Charles në shtëpinë e tij, ushqeu atë dhe i dha atij një ilaç për dhimbjet e këmbës. Mëngjesin tjetër më lidhi me një misionar të Koreas së Jugut, ka treguar 24 vjeçari. Më pas ai kontrabandua nga Kina dhe u kthye në Shtetet e Bashkuara si një azil kërkues i fëmijëve. Duke reflektuar për udhëtimin e tij të jashtëzakonshëm, ai është tepër mirënjohës. Pavarësisht nga trishtimi dhe lufta ime, Perëndia më ka ndihmuar gjithmonë dhe kështu shumë njerëz të tjerë përgjatë rrugës, tha ai. Dhe i ulur bashkë me familjen e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke ngrënë në qetësi, i papërcjellur, ai thotë se e kuptoi se kjo është paqja, kjo është liria.